Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka akuzuar mazhorancën se me rrugën e forcës dhe mos respektimin e vendimeve po tenton të minojë thelbin e gjykatës kushtetuese. Sa herë që vendimet priten jenë të rëndësishme, nis presioni për ndryshime. Ky instrumentalizim dhe kjo politikë dy standardesh është rreziku më i madh për drejtsinë kushtetuese. Dhe unë besoj që ne duhet të gjithë të kujdesemi që t'i ruajmë shtyllën kurrizore gjykatës kushtetuese. Ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, duke theksuar rolin e Komisionit të Venecias në ruajtjen e ballancave institucionale, shtoi se gjykata kushtetuese nuk është mbi sistemin, por pjesë e saj. Që dhe gjykata kushtetuese duhet ta shohë veten si pjesë të sistemit, jo mbi sistemin. Ky komision, në rastin e Shqipërisë, keni qenë edhe arkitekt e ekuilibrave kushtetues. E pranishme ishte edhe avokatja e popullit Erinda Ballanca, e cila kërkoi që konfliktet politike të mos transferohen tek institucionet e tjera. Konflikti politik nuk duhet të transferohet në çdo institucion tjetër të shtetit, sepse vetëm do ta minonte edhe besimin e qytetarit. Ajo që i bashkoi pjesëmarrësit në panelin për drejtsinë kushtetuese ishte rëndësia e Komisionit të Venecias në zhvillimin dhe balancimin e institucioneve shqiptare.